Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur të kalojë për gjykim çështjen ndaj kryetarit të Bashkisë Shkodër Benet Beci, i cili akuzohet për shkelje të barazisë në tenderat në bashkëpunim me 6 të tjerë. Abuzimet dyshohen se janë kryer gjatë periudhës kur Beci mbante detyrën e administratorit të kesh, duke përfshirë Jonait Kazanin, Edlira Mitrushin, Yll Kanishkun, Adela Rukon, Rudi Gjonin dhe Premtim Dautin. Sipas PAK, veprimet e tyre kanë krijuar një avantazh të padrejtë për një shoqëri gjatë tenderit në vlerë 700 milion lek. Hetimi u nxit nga shqyrtimi i telefonit të ish zyrtarit Erviz Berberi, i cili lidhet me tendera të tjerë dhe veprime të dyshuara në prokurime publike. SPAK akuzon Becin dhe antarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për shkeljet e ligjit të çdo faze të procesit, nga përllogëritja e fondit limit, hartimi i termave të referencës, përcaktimi i kritereve të dokumentacionit të standardizuar të tenderit deri tek vlerësimi i ofertave. Ky zhvillim theksoi fokusin e drejtësisë për luftën kundër korrupsionit dhe përpjekjet për të garantuar transparencë dhe barazi në procedurat e prokurimeve publike, ndërsa dosja kalon tani për gjykim dhe pritet të sjellë vendime të rëndësishme për menaxhimin e tenderave publik në vend.